Motoja Europë më e fuqishme, NATO më e fuqishme, do të thotë Europë e zgjeruar dhe e bashkuar, ndërsa një Europë e tillë është më e fuqishmja. Këtë mesazh e përcolli presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, para fillimit zyrtar të samitit të NATO-s. Ajo theksoi se fuqia e vërtetë buron nga respektimi i parimeve, vlerave dhe demokracisë. Today I would like to say that the motto Stronger Europe, Stronger NATO, in my thoughts, is that enlarged, united Europe is stronger Europe. But the strongest Europe is Europe living in peace and democracy based on principles and values. That's my message. Thank you. Në prag të samitit të NATO, Siljanovska-Davkova mbrëm mori pjesë në pritjen organizuar nga presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Në frymën e aleancës dhe respektit të ndërsjellë me krerët e shteteve dhe qeverive, shkëmbyen mendime për formësimin e mëtejshëm të arkitekturës së sigurisë euroatlantike, forcimin e mbrojtjes kolektive dhe përforcimin e unitetit transatlantik. Jam e bindur se me mençuri politike, besim të ndërsjellë dhe përkushtim të fuqishëm mund të krijojmë zgjidhje në shërbim të paqes, stabilitetit dhe sigurisë. Në samitin dyditor marrin pjesë liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s e tema kryesore janë forcimi i sigurisë kolektive, arritja e investimeve në mbrojtje dhe mbështetja më tejshme për Ukrainën. Në kuadër të samitit, presidentja fjalimban edhe para Këshillit të Atlantikut të Veriut, ndërsa janë paraparë dhe disa takime dypalëshe me krerët e delegacioneve të vendeve anëtare të aleancës. Siljanovska-Davkova në samit udhëheq delegacionin e Maqedonisë, në përbërje të cilit janë ministri i mbrojtjes dhe ministri i punëve të jashtme Vlado Misajlovski dhe Timço Mucunski, si dhe general major Sashko Lavçiski, shef i shtabit të përgjithshëm të armatës.